Irani ka deklaruar se ende nuk ka një afat të përcaktuar për një marrëveshje paqeje me Shtetet e Bashkuara, duke ulur pritshmëritë për një dakordësi të shpejtë mes palëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Bakai, tha se negociatat kanë sjellë progres në disa çështje, por një marrëveshje finale nuk konsiderohet ende pranë. Sipas tij, me ndërmjetësimin e Pakistanit është arritur mirëkuptim për disa pika, megjithatë mbeten ende tema të rëndësishme pas zgjidhje. Bakai theksoi se askush nuk mund të pretendojë aktualisht se nënshkrimi i marrëveshjes është afër. Ai shtoi se vazhdimi i procesit varet kryesisht nga qëndrimi i palës amerikane dhe kritikoi mënyrën e komunikimit publik nga Washingtoni, sidomos deklaratat në rrjetet sociale. Komentet e tij erdhën pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili kishte lënë të kuptojë se një marrëveshje ishte pranë arritjes, përpara se të kërkonte më shumë kohë për negociata. Sipas Teheranit, debatet publike në rrjetet sociale nuk ndihmojnë diplomacinë dhe largojnë vëmendjen nga çështjet kryesore të negociatave.